Mirë Rama, Pogovin. Jam shumë i nderuar që sonte jam në mesin e juaj, i nderuar Adnan, Bilal Arben, Florim, i nderuar kryetar i ardhshëm i komunës të Pogovinës, zoti Feti Abazi. Mbjen mirë që sonte prapë po shihemi në këtë ambient aq festiv dhe si duket më veç po frynera fitores këtu, por pjesën e ofertës besoj që dhe shpalos vetë kandidati për kryetar, kurse neve po na bie bara që të flasim për çështjet politikës, qoftë në nivel të shtetit ose në nivel lokal. Ajo që më duhet ta them është që Vleni në këto zgjedhje ka ardhur duke dhënë një ofertë të re për shkak kapitalit politik që e ka ndërtuar gjatë këtyre 15 muajve. Ju e dini se para se të vim në qeveri këta duke e pasur edhe një kryeministër teknik, nuk arrinin asnjë shkollë ta bëjnë në Çashk atje. Ishte çështje aq e madhe për një objekt vogël të një shkollës në Çashk, edhe pse kishin edhe ministrin e arsimit. Dhe sot ajo shkollë është harruar dhe mas kush nuk e përmend, kurse ne erdhëm në pushtet, e zgjidhem shkollën e Çashkut, e zgjidhem shkollën në Rovës, i rritëm rrogat e arsimtarëve për 7%, i rritëm pensionet për 5.000 denar, vitin e ardhshëm rriten edhe më tej. U bë ligji për përfaqësimin e drejtë të barabartë, u bë ligji për kazinot, u bë ligji për zyrtarizim të medresesë. Pastaj ajo çfarë është më e rëndësishme, u bë ndarja e financave për zhvillim të komunave dhe ju e dini shumë mirë që deri tash asnjëherë në qeveri nuk ka ndarë për pushtetin lokal aq financa sa ka ndarë Vleni vetëm për këtë vit. Mbi 80 milion euro u ndan vetëm për të vendbanimet komunave shqiptare dhe kjo s'ka ndodhur asnjëherë. Dhe ne i kemi sfiduar që të gjithë kësaj kohë urdhëroni të krahasohemi, por ata nuk guxojnë të krahasohen. Pastaj flasim për degradim të marrëveshjes së Ohrit dhe ne u themi hajdeni të krahasohemi sa punësime i keni bërë ju dhe sa ne. Do thonë janë mbi 2300 punësuar shqiptar dhe mbi 700 të avancuar janë, edhe atë pjesë e heshtin dhe gjithnjë ikin në tema çojat të mëdha të shpëtimit të kombit, për që në fakt janë handikepi i tyre. Flasim për degradim të marrëveshjes së Ohrit, por nuk e përmendin asnjëherë hiç asnjë pikë. Flasim për shkeljen e gjuhës shqipe dhe nuk e përmendin se si po shkelet shqipja. Flasim për shtypjen e shqiptarëve dhe nuk po tregojnë se cili shqiptar hangër shuplak duke qenë Vleni në pushtet e kështu me radhë. Andaj në kohë të fundit e shihni se më këto gjëra s'po kalojnë dhe kanë filluar të ofendojnë më, për shkak se kur e shet dikush humbjen, kur është i zënë ngusht, ai pastaj fillon e humb ekuilibrin dhe fillon e flet në mënyrë të përçartë. Kështu bën sot Ali Ahmeti, i cili nuk arrin të përmbaj veten duke dashur që ta shpjegoj atë çështjen çka ishin zagar, çka ishin laki, çka ishin shqiponjat, veç hyn thellë më thellë në ofendim, që asnjëherë s'ka qenë të kaluarën kulturë e politikës shqiptare në vendin tonë. Andaj unë kështu në mënyrë simbolike prej sonte e kam vendosur që përmes bluzës sime ti edukojmë pak se nuk është mirë të flasin ashtu keq. Dhe sonte e kam zgjedhur vetëm këtë mesazh, kurse për ne të tjera do kem edhe mesazhe tjera, se ashtu siç i ka detit hije fjala, vala burrit i ka hije fjala. Çështja është Ali Ahmeti a është burr dhe a i ka hije fjala. Është mirë të mendoj pak se është plakur shumë, ne pensionet i kemi rritur mjaftueshëm që në kohën që shkon edhe ai në pension, të ketë pension të mirë dhe të mos e ketë më çështjen se si do të funksionoj. Sidoqoftë, për shkak se jemi në komunë të Bogovinës, unë jam shumë i nderuar dhe ftoqebar që t'u ftoj gjithëve që
19 tetor, të përkrani të fëtia bazin, të përkrani florimin, të përkrani listën tonë, të përkrani numrin 7 për shkak se me vlenin pushtetin qendror, edhe me vlenin pushtetin lokal, unë jam i sigurt se edhe për Bogovinën vinë ditë mira. Ju faleminderit shumë e suksesit.